Të dhënat e drejtorisë së doganave tregojnë se në 10 vitet e fundit mbi 80% e automjeteve të importuara në Maqedoninë e Veriut janë të përdorura. Në të njëjtën kohë, numri i automjeteve të regjistruara është dyfishuar, nga 350.000 në vitin 2012 në gati 700.000 në vitin 2024. Por dhe pse kështu, mosha mesatare e automjeteve ka shkuar në 19.4 vjet, që do të thotë se në rrugët lëvizin gjithnjë më shumë automjete të vjetra. Në Shkup është regjistruar çdo automjet i tretë në vend, me mbi 33% të makinave dhe 38% të automjeteve të transportit të mallrave. Dominojnë automjetet me naftë me 63%, benzina ka rënë në 26%. Në vend gjatë vitit janë importuar 62.069 automjete, prej të cilave 53.867 janë automjete pasagjerësh. Në çdo automjet të ri të importuar, mesatarisht janë importuar 3.5 automjete të përdorura. Në 11 muajt e parë të vitit janë importuar 12.025 automjete të reja dhe 41.842 të përdorura. Në importin e automjeteve të transportit, këtë vit janë importuar më shumë automjete të reja, 4.408, krahasuar me 3.502 të përdorura, ndërsa autobuset dhe minibusët e reja janë importuar vetëm 13, krahasuar me 278 të përdorura. Që nga viti 2009 janë importuar gjithsej 631.574 automjete pasagjerësh, prej të cilave mbi 81% ose 515.856 janë të përdorura dhe vetëm 115.718 janë të reja. Importi i automjeteve të reja, vetëm vitin e kaluar për herë të parë, të kaloi numrin e importit të automjeteve të reja. Në vitin 2009, kur ishin importuar 10.574 automjete të reja, krahasuar me 2.944 të përdorura.